Kur ka folur Allahu për vështirësitë e kësaj bote, dhe ne ua dedikojmë këto fjalë atyre që kanë vështirësi në familje, kanë vështirësi individuale, familjare, shoqërore. U themi, në qoftë se jeni në vështirësi, dëgjo çfarë thot Allahu. Për të bindur ty se pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Allahu 2 herë ka thënë në Kur'an, pas çdo vështirësie vjen lehtësimi, dhe bindu pas çdo vështirësie vjen lehtësimi.